A ki të obligush me marrë në punë kur je i smut? Unë jam Genti edhe kjo është mendimi jam. Jo, nuk je obligu marrë në punë kur je i smut. Bile edhe me ligj ki të drejt me pushu. Nice. Po ma shumë se ligji, këto do të më na rujt edhe logjika. Të folëm për punëdhënësin. Mos e sill njerin në punë kur ai smut, se nuk je të rujt pare, po je të i smu edhe 4 tjerë. Një person me grip nzyre po të kushton 5 fish produktivitet, edhe pse të e sheh vetë si një ditë pushim. E për punëtorin, mos e trajto pushimin mjekësor si bilet për pushim vjetor. Jetën ku, që si je i smut, rri, pusho e shno shumë ma shpejt, se kush nuk ta sheh hajrin me dal i smut në punë. E tash, edhe një realitet tjetër. Punëdhënës, nëse nuk i jep pushimit vjetore që ashtu që i takojnë me ligj, mos u habit që stafi juaj ta përdor pushimin mjekësor si kompenzim për pushimin vjetor. Jetoj kriju vetat kulturë, e tani po çuditësh që punëtorët nuk po ta respektojnë orarin edhe ditën e pushimit. Pra, lojaliteti funksionon dy kahje, që se jep pushimet që i takojnë punëtorëve, punëtorët e respektojnë edhe pushimin vjetor edhe ata mjekësor. E nuk ta kesh përdorin ambulantën si zavendësim për agjencion turistik. S'ka nevojë me urrejt as njëna palë e as tjetra. Fundit, raportet e shnosha krijohen në bazë besimit edhe transparencës. Shihemi.